Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Erlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ngjarja e të mërkurës mbrëmë kur u doq një pallat në Tiranë nuk ishte thjesht vetëm një, po themi një ndodhi e keqe. Ajo nxori një sër probleme që kanë ndërtimet, pallatet e banimit në Tiranë dhe jo vetëm. Dhe tashmë tema e ditës, të paktën në këto ditë, është si janë, sa të sigurta janë ndërtimet në Tiranë, pallatet e banimit, por jo vetëm kaq, por edhe çfarë sistemi kemi ne të komunikimit, të rrugëve, të kanalizimeve, të ujërave të zeza, të bardha e të tjerë. Si gjithmonë kur kam çështje të tilla, unë intervistoj dhe kam në studio një inxhinier të nderuar, një polivalent do të thosha në këto çështje që janë shumë utilitare mendimet e tij, ato që ai thot, Gjavair Njeçari, unë kam kënaqësinë ta kem përsëri në emision. Zoti Njeçari, të falenderoj përsëri për prezencën. Jo, falenderoj edhe unë. Tani, si e përcollë këtë ngjarje? Do të thonë, e gjithë ajo e keqe e madhe që ndodhi, u doq një pallat, 30 apartamente, u shkrumbuan materiale, madje edhe u plagosën 11 veta, kanë marrë plag jo dhe aq të lehta, sepse një person 15% djegje të trupit nuk është pak, do të thonë është një grad goxha e konsiderueshme, por ajo që ne sot po diskutojmë është që çfarë siguri e kemi, si ka mundësi digjet një pallat në mes të Tiranës, në mes të Shqipërisë. Faktikisht, mos e them dhe diçka në lidhje me këtë, tu qëndron dhe unë kam vetëm një pyetje para se të filloj. Sa vjet keni që merreni me gazetari? 30 vjet. Atë ju keni filluar nga gazetari thjesht dhe keni rritur këtu? Po sigurisht, kush në provë madje. Atëre dhe në provë. Atëre 3 muaj në provë që a do mund ta bësh këtë punë apo jo? Atëre dhe ky problem që u ngrit fillon nga kjo që thatë juve. Kjo dram ndodhi. Po kush do të konkluzioni dhe çfarë arisie, çfarë të reja do ketë mbi këtë, mbas kësaj drame ose mbas kësaj tragjedie, mbas kësaj kostoje. Pra, kjo që thatë ju është themeli i gjithë logjikës ose strukturës inxhinierike, termoinxhinierike, çfarë do bëhet me këto pallatet. Dhe prandaj ju pyeta për në lidhje me me aftësinë të eksperiencës. Bësh ushtarje pastaj general, është normal, do fillosh gazetari thjesht. Kjo është arsye që arrini ju që me njëtë nxini konkluzionin, se që konceptoni një problem e thua, po ku do shkojmë tani, se kjo është baza gjithi, se drama ndodhi. Këtë mund të bëj një vjetër se njëri nuk orientohet mirë, ky është e koncepti. Edhe unë që këtu duhet ta nis. Në fakt termoizolimi ka lindur në Europë që është vendosur me ligj mbas viteve 60. Ndryshimet klimatike vendosën që një godim të termoizolohet, mos jetë thjesht me strukturë betonar me edhe tulla llash, por të vishet dhe nga jashtë ose qoftë nga brenda. Sepse ky termoizolim që realizohet arrin që temperaturën e brendshme ta ruaj 2 deri në 4 herë më shumë se sa kur nuk është bërë termoizolim, siç kemi pas më para ne. Do të thënë një temperaturë që dikur është 22 gradë, edhe jashtë është -5 gradë, këtu me këtë termoizolim mund të ulet 1 ose 2 gradë, por nuk ulet më shumë. 2 gradë, vetëm për 2 gradë bërë fjalë? Jo, po nuk ulet më shumë, ruhet temperatura brenda në dimër. Kurse në qoftë se nuk do kishte termoizolim, temperatura do zbritet 12 gradë dhe 14 gradë. Nuk dini se pra, termoizolimi i jashtëm, se këto futën dhe dritarët dhe ambientet tjera. Po, mund t'jetë dopjo xham e tjera. Janë futur ato hapa sapi, po dhe ato janë lejojnë edhe shkëmbimin e nxehtësisë ose të ftohtësisë. Termoizolimi që është në faqen më të madhe të pallatit ose nga orientimi ka shumë rëndësi, bën që temperatura të ruhet 2 deri në 4 herë më shumë se sa kur nuk ke termoizolim. Nuk e di se u shpreh qartë si koncept. Do të thënë me pak fjalë, nëse temperatura në dhomë është 20 gradë, për shkak të kondicionerit. Po. Do të thënë ti e ruan këtë për shkak të termoizolimit? Gjatë 24 po, e ruan këtë temperaturë për shkak të termoizolimit. Në qoftë se do kishte termoizolim, kjo do zbriste 14, 12, 15. Pra, pavarësisht se çfarë ngrohet i përdor. Jo, nuk ka lidhje fare. Një temperaturë brendshme ruhet 4 herë të paktën më shumë se sa pa hit termoizolim. Dhe kjo ka qenë një kreshëri, një ndjellje, Atëre kjo ka qenë baza që Europa, për ndryshimet klimatike, vendosur që to të termoizolohen. Po.
Dhe që ndodhë? Po, Europa si që ka hecur në të gjithë drejtimit, ka hecur edhe në drejtim që i shmang përgjithsisht këto drama që në këto djegjet masive. Tani, që ndodhë me Shqipërinë? Shqipëria, krahas si që ka ndryshime tjera, se një vend i vogël, në vitet 2003 ka filluar procesin që ta ligjëroi termoizolimin e objekteve. Dhe më shumë është marrë me konceptin që do të fusim ndërtimin ose plotësimin ose veshjen e pallateve për të siguruar termoizolimin, se sa me pjesën me çfarë materiale do ta termoizolojmë, që këto të jetë gjatë ose më të Është çështje tjetër vendimi për termoizolim dhe çështje tjetër me çfarë materiali do përdoret. Atëherë, faza e parë ju merrni vendim që termoizolohet. Jo është plotësisht e rregull. Por, megjithëse ka thurur të gjitha elementet ligjore të tjerë që kjo të realizohet, nuk ka ndarë dhe nuk ka dhënë olsi teknike, inxhierike për materialit dhe mënyrën se si ai vendoset me olsi, me shumë detaj, po patjetër sepse që të sigurohet rrezikshmëria e tij. Që mos ndodhin fatkeqësi. Atëherë, çka ka ndodhur në këtë pallat dhe çfarë nuk duhet të kishte ndodhur? Atëherë, termoizolimi që bëhet në Shqipëri, bëhet me 3 lloj veshjesh. E pari është me polisterol. Shkumdeti. Shkumdeti. T'ja themi për ata që na njohin. Shkumdeti ka të djegshme dhe të padjegshme, ose gjysmë të djegshme. Pse ka dhe të padjegshme? Po patjetër. E dyta është lesh xhami. Po. Edhe ky është i djegshëm. Atëherë polisteroli është i djegshëm sepse baza e prodhimit është ka nafta. Dhe ai kur digjet prodhon tym të zi, por edhe gaz toksik. Edhe gaz toksik. Po, polisteroli. Që në dhe elmuar aty. Ky të elmuar të merr qafë. Ky gazi, ky polisteroli, ka që bukur i letë është të s'ka ku dhe, po ky të merr qafë. E që nga si bombë bërthamore? Është bombë, po tjetë masiv, po, i tillë është. Po jo, masiv ishte aty se i në pallatu u shkrumbu. Po ishe në ambient të hapura, se tjetë i ambient të mbyllur, ai të asfisohem dhe brenda i kohë shumë shkutur, mbaron. Qa thua? Është shumë elmus. Prandaj Europa. Ajo shkumedeti. Ajo shkumedeti. Po? Prandaj Europa nuk e ka hequr në qarkullimi. Por ka vendosur që termoizolimi me polisterol mos të bëhet më shumë se 3 kate, mund të bëhet dhe 3 deri në 8 kate, por atje ka këto kushte specifike. Çfarë kushte? Ja t'ja observon. I dyti që bëhet termoizolimi që njihet në Shqipëri është me lesh xhami. Edhe ky prodhohet nga silikoni. Është shumë i djegshëm të merrem qafë. Ky është kështu, është eshk. Pa më fjala më popullore një shkumdeti dhe lesh xhami si eshk, ë? Eshka është aromatok që ndiqet vështar, po më njëherë merr. Më njëherë. Po. I treti është leshi i gurit. Ky është më i miri. Ky është më i miri leshi i gurit. Po sepse nuk digjet. Po. Realizon termoizolim. Po. Dhe prodhohet nga guri. Ju duke shkuar, keni be parë, besoj janë disa plakat të murme, ose gëri. Po? Gur. Këta geologët i quajnë magma ose lavë që dele ftohet shumë shpejt si përfaqen e tokës. Nga vulkani? Nga vulkanet. Kjo kur shkrihet 1400 gradë, me njërë ata e realizojnë, e kthejnë fije me dimensione nga për ndryshme, dhe bëjnë një tipë që e quajnë lesh guri. Me lloj-lloj dimensione, edhe rulon, edhe plaka. Po kjo është me bazë guri, që ka lidhe dhe me tullën dhe me betonin. Jo, nuk digjet. Dhe kjo është më i miri. Po kjo është më i shtrenjti? Po, atëre ndryshimi se ju e kapët me një. Po kjo është më i shtrenjti? Atëre, ndryshimi këtyre se kjo është 20-50% më i shtrenjt. A ka në Tiranë pallate që janë me lesh guri? Nuk e di, po. Jo, ti nuk e di? Pa tjetër që... Se me lesh xhami dhe me polisterol ka? Po me lesh guri? Nuk, po të interesohem dhe mund t'jap diçka, po faktikisht kjo që rekomandon Evropa dhe zbaton është pikërisht termoizolimi me lesh guri. Do me thënë të nderuar shikues ju që po na ndiqni. Inxhinieri Gjeçari po thot që nëse ju keni bërë termoizolim dhe nuk e keni bërë prej lesh guri, ju rrezikoni të digjeni.
Kjo nuk digjet. Të tjerat me polesterol dhe me les xhami rrezikohet të digjet. Dhe e dyta, 3 kate mjaftojnë, domethënë është e lejueshme. Mbi 3 kate deri në 8 kate ka specifik. 3 kate thot Evropa. Po? Sipërfaqja që vishet me polisterol ndahet në kuadrate. Dhe në të gjithë kuadratet 20-30 cm vendosen rripa të veshur me lesh guri ose në një material tjetër, në mënyrë që flaka të mbesi brenda një sipërfaqe të caktuar, mos shkojnë në një katin në kat, nuk di nëse po e shpreh qartë. Pra, dhe për ato udhëzime ose orientime që ka dhënë për të bërë deri në 8 kate, ajo rekomandon që do merren këto lloj masa dhe të zgjidhet ky tip polisteroli, se edhe polisterolet në vetvete janë në përbërje të ndryshme si punë e ushqimeve që marrim ne. Ka vaj ulliri me 10% ka vaj kikiriku me përzierje, pra përdesa këto nuk bën analiza laboratorike, po ju e merrni mallin me një faturë që vjet që andej me shpimtar syshëm, atëre edhe për këto që ka bërë 3 deri në 8 kate jep rekomandime si do bën dhe i skicon dimensionet që lihen të lira për të vënë me polisterol të këtij tipi, duke ndarë dhe tipi, se në AFE janë disa tipe. Ajo thuhet poliesterol apo polesterol? Polisterol, më falë, se mos bëne gabim gramatikën më lehtë. Tani, inxhinier, kam një pyetje. Ju thatë që me polisterol dhe me lesh xhami, domethënë është rrezikohet. Tani, ata që kanë bërë në Tiranë me polisterol dhe me lesh xhami rrezikohet në Tiranë? Jo, tani sipas ligjit shqiptar, ju që jeni ndërtues, ligji shqiptar nuk e ndalë ndërtimin me polisterol. Edhe Europa nuk është se ka hequr me ligj. Nuk ndalohet. Po sepse polisteroli është termoizolues. Po të respektohen disa norma, shmanget e rreziku i... Atëherë ti si inxhinier, nëse ti do ta kishe në dorë, do ta hiqe izolimi me... Nëse do kem në dorë, unë nuk e përdor fare as polisterolit, as lesh xhami. Atëherë me këto që janë, ti po ta kesh në dorë, do merri një nismë të kequr? Do të jem unë atje që marr pjesë në atë ligjshmëri. Polisteroli do të hiqet nga veshjet e termoizolimit të pallateve të jashtme. Po të brendshme? Edhe mund të përdoret ku nuk ka rrezik, varet nga ambienti. Pra, në një dhomë që është vetëm beton, s'ka. Po patjetër. Nuk ka lidhje me këtë punë. Nuk ka lidhje. Sepse ai do prezencën e dhe katet e para. Urgjentisht. Do të hiqen, ë? Po shosh ndot katet e para, po ata mund ta shpjegoj edhe si skem si realizohet jo. Katet e para në fakt janë prezenca e një shkëndije që thon këta. Prezenca e një goditje dinamike, prezenca e ndezjes së një zjarri. Pra, ku ka aktivitete ekonomike, ose dhe elektrike, ose si të them, aktivitet shoqëror, ose tregtar, bën katet e para. Këto bën me një siguri të lartë dhe du të kenë specifiket e të tyre. Por unë, nëse do kisha në dorë, tani do të hiqja polisteroli. Edhe leshin e xhamit. Kishte edhe një diçka tjetër. Këto duke qenë se janë me strukturë, jo të natyrës gurit edhe qimentos. Lidhje e këtyre e polisterolit me faqen e tullave bëhet me një lloj ngjitësi silikon. Ai ngjitet bëhet dhe me upat që vendosen, rregull. Mbi këto mbastaj vendoset prap silikon, vendoset një rrjet fiber glass që quajnë ata. Një rrjet, po. Pastaj dhe ngjitet dhe mbi të bëhet grafiato. Por faktikisht... Po, e maj mend të kur thë grafiato, duke si macchiato. Me kova të përgatitura, i bën një veshje disa milimetër, i gërvish pak dhe dalin shumë të bukura. Se ato grimsat janë me ngjyra nga më të ndryshme, kristalesh edhe që japin bukuri. Dhe janë të forta. Por, pjesa e ngjitjes të polisterolit me tullën janë 2 struktura të ndryshme, të cilët nuk i bashkjetojmë shumë se 10, 15, 20 vjet. Qa thua? Po, kështu që këto edhe koston aty e kanë të mirëmbajtjes. Ky fenomen nuk ndodh ke lesh xhami. Ti zbulove një skandal këtu, domethënë, vetëm 15-20 vjet. Po nuk do të merren se kam marrë herë, nuk desha se kam një mik që ishte talentuar për këtë punë, po nuk do të prononsohesh. Domethënë 10 deri në 15 vjet? Ja 20 vjet. 20 vjet rrojnë këto. Këto janë 2 struktura,
Po tani po të futesh brenda, edhe cilësinë e dobët që mund të jetë paralizuar, jo? Se mund të jetë 30 vjet, jo, po them. Po edhe prezenca e lagështisë, do të thënë ngjitja e polisterolit edhe leshje xhamit nuk realizohet siç duhet. Bile po të vështrete kjo që u doq, kur vjet lesh xhami. Ja, ju lutem regjia ta shikojmë kështu si pamje. Po? Te kjo që u doq. Ja. Dikush nxori një copë të zezë, tha kjo nuk lejohet se digjet. Ishte një djaleri. Po? Ja, pamjet. Nga ato që binin, nga ato. Ka shumë mundësi që leshën e xhamit, se unë nuk shkova atje se ju mbrëm thall, se do kisha shkuar. Ka mundësi ta kenë veshur në një lloj plastike tjetër që më digjet më keq se sa polisteroli bashkë me xhamin. Pra, analizat e vend do t'rregojnë që me çfarë lloj materiali është bërë kjo. O është bërë me polisterol, o është bërë me lesh xhami, o është përdorur dhe një veshje tjetër të një nga ata specialistë tha, kjo veshje që ka bërë këtë termoizolim nuk është e rregullt. Pra, tani, keqja këtu është natyrisht është Kosova që juve do bëjnë ndërtimin. Tani, inxhinier, një pyetje kam unë. Tani, me gjithë të thatë ju, mua po më duket Tirana si një eshk që vetëm s'ka kontakt me. Po e tillë është ajo. E tillë është, po patjetër. Tirana është një eshk. Po jo, tani nuk flasim gjitho se janë metafora të mëdha. Një pjesë nga këto rrezikohen dhe duhet të jenë të kujdesshme. Një mënyrë shmangje është që katët e para të paktën, do të hiqet policia. Në lartësi të caktuar mund të vishet me pllaka dhe të shmanget goditja dinamike, të shmanget vendosja e zjarrit e tjera, sepse këtu nëse nuk do ishte ndezur një zjarr në katën e parë, ky nuk do kishte marrë flak. Pra, atëre midis tyre tre materialeve, që ne njohim se ka të tjera, polisteroli dhe leshje xhamit janë një material që digjen dhe janë me bazë me lëndë organike. Ajo të janë kimikate nga silikon, nga silici më duket të del i leshje xhamit. Tani, ky pallati se djegja ose flaka nuk vu nga diçka, nga shkëndije elektrike në pallat. Jo, është ndezur një zjarr rastësisht. Është ndezur një zjarr, po nga minimarket. Janë gjëra që ndodhet, po këto faktikisht ndezja një zjarri, një goditje dinamike në një makinë, ose edhe një fëmijë që luajnë, këto janë gjëra që ndodhin në jetë, shumë. Jo, unë dua të ndalem këtu pak, sepse e ke vënë re inxhinier që shqiptarët nuk kanë frikë nga zjarri, e ndezin dhe në rrugë, i vënë zjarrin koshave, vdesi zjarrin poshtë pallatit. Po ai zjarr, po vajti ke polisteroli, mori flak gjithë iku. Pa është patjetër. Ajo është në familjen e eshkës, bile që shpërthen si eshka. Pra nëse eshka e bën, kjo është eshka. Ka një koncept që eshka merr flak dhe e çon deri në fund njësat dhe të transmeton flakën. Kjo është shpërthen si punë e benzinës. Si benzinë, ë? Po. Kjo është shumë e djegshme, janë të rrezikshme. Merr flak më njëherë. Tani, në këtë që ndodhi këtu, i kujt është fajtori? Po, unë duhet që vetë ta shoh me sy, të marr materialin, po atje u kam dyshime se këtu ne i dallojmë, më aplikohet sa mund i bësh dhe çonte një kimist te një laborator dhe ndahet më njëherë. Po unë besoj që nëse nuk do ketë ndryrje të brendshme, gjykata ose ai prokurori varet nga ndeshmëria e prokurorit. Nëse ata i thonë ata që firma do t'i rregullojë të gjitha këto, mos e nxirr të vërtetën, po lëre faji është jetim, nuk e di, mund varet se si do interpretohet. Nuk mund të ndryhym se çfarë do bëj prokurori, sepse nuk e kemi atë, po përqen i kujt është faji për faktin që u doqi pallat. Jo, faktikisht ndërtuesi ka respektuar ligjin e termoizolimit shqiptar. Shqiptar, është në rregull me ligjin. Po, ai nuk e pengon që ky të përdori polisterol. Njëkohësisht ka përdorur dhe një nga teknikat e njohura të inxhinierisë, veshje, ngjitje të përkallëse e tjera. Domethënë ndërtuesi është në rregull? Jo, ai në rregull është, mersi. Problemi është ligjor? Nuk është ligjor, këtu ka mangësi ligjore. Pra, problemi është ligjor, se ai është brenda ligjit, brenda rregullit. Ai ka dhe një supervizor, i cili ka parë dokumentat, ka marrë polisterol me këto karakteristika. Që lejohen të gjitha? Po, tani karakteristikat janë apo s'janë, nuk dihet se këto bëhen. Po të paktën t'i marrin mirëqenat. Të mirëqenat janë ligjërisht janë rregull. Po kjo, atë dalim ke. Po pse është në kërkim ai pasaj? Pyetja juaj. Po. Që çfarë do ndodh mbas kësaj se kjo iku? Kjo është baza. Kjo dram do bëhet bazë që të nxirret e vërteta dhe mbi bazën e të vërtetë të ndërtohet një ligjshmëri? Po. Atëherë sipas jush, ç'a duhet bërë? Unë besoj që duhet që
të nxirret e vërteta se kush është arsye e kësaj, cilat janë materialet dhe karakteristikat e tyre kimike, fiziko-kimike, edhe termike po njëherë po. Dhe mbi bazën e këtyre besoj që të gjithë ndërtimet me polisterol do të kenë një broshurë se si do të realizohen dhe çfarë masa do të shoqërohet ndërtimi që tu mos ketë zjarrndezje. Natyrisht duke hequr në katët e para. Do të thënë, zoti Ngjeqar, ju po thoni që nga kjo ngjarje. E thatë juve faktikisht. Jo, ku do të shkojmë? Nga kjo ngjarje mund të shërbej si një manual që çfarë duhet bërë në të ardhmen. Jo si më po është manual tamam, dhe ju po thoni ato që do t'i themi ne, do t'i thoni ndërtuesi. Ky do të jetë një manual konkret i teknikës. Tani e tutje për ndërtimet me polisterol. Që do të thotë që në qoftë se do përdorësh polisterol, do të marrësh këto masa, do të kesh këtë material me këto karakteristika dhe këto masa preventive që ai të mos digjet. Ndryshe do përgjigjësh ligjërisht. Tani, kam një pyetje të tillë. Okej, ndërkohë regjia është një fotografi, është njoftimi, ja, në Ledull, këtu në Ledullin e Madh, nëse është e mundur regjia, ta shikosh këtu, inxhinier. Ja këtu. Tani, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, edhe u arrestuan. AC 54 vjeç administratori i kompleksit pallateve. RS menaxher e marketit në katën e parë të kompleksit. EA inxhinier drejtori. Ky administratori që lidhje ka me zjarrin? Po. Qofse nuk do lejon të ndizeshin zjarre për ndezur, po ai s'ka lidhje fare. S'ka lidhje. Më fal. Administratori është një person civil që e administron këtë pallat mbasi është marrë në dorëzim nga shteti, mos gaboj. Po. S'ka punë në administratori? Po, në qofse ka faj pse u ndes zjarr këtë sepi, po ai nuk e luan dot atë grupin e pallateve. Shiko, këtu fillon me njerë. Administratori, a fillon punë mbas ka ndërtuar pallate? Pa diskutim. Mbas është dorëzuar. Pa diskutim. Po çlidhe ka i pse di gjithë. Ai mund të jetë një person, pse mund të jetë një infermier, ka dalë në pension, ose një elektricist. Sa i thjesht lan shkallët. Po ai merr masat për të mbijetuar, për të jetuar në komunitet brenda disa rregulla të pasërtisë. Tani, RS 54 vjeç menaxher e marketit. Po kjo ka faj? Po tani, kjo mund të jetë përgjegjëse maketit apo? Po. Edhe të zëm një nga to shqitës, dy kanë nxjerrë sa arka për jashtë. Po, dhe i ka vënë flakën. I ka vënë flakën dikush që nuk Kjo nuk do ta lejon. Patjetër, po faktikisht ai nuk e shëroje për jashtë. Duhet maketit dhe i gjëroje nga jashtë, ai do merret me punë brenda. Do të thënë këtu fillon. Tani, 66 vjeç e A, inxhinier drejtuesi punimeve për ndërtimin e këtij kompleksi. Tani, drejtuesi punimeve nuk e di çfarë është përzyer. Këtu ka një projekt. Po. Në rregull? Po. Ky projekt është i aprovuar, nuk e sepse inxhinieri mbas i ka dalë ndërtimi fillon punë. Në rregull? Ky projekt, në qoftë se lejon të përdoret polisteroli, ky polisterol me këto karakteristika, inxhinieri do përgjigjet e ka zbatuar apo jo këtë. Po. Faktikisht, përderisa është marrë në dorëzim, për ky objekt është firmosur edhe nga supervizori. Ai mund të jetë prapë i përzier. Jo vetëm inxhinieri, po edhe supervizori, ai që e ka parë, që e ka kontrolluar. Ai për këtë paguhet. Të verifikojë është zbatuar projekti apo jo, pa se si është zbatuar nga ana teknike dhe si. Tani, AF 46 vjet administratori i subjektit që ka bërë punimet për fasadën e kompleksit. Ky po. Ky do të unë besoj që këta të gjithë kanë dhe faturat. Që këtë polisterol e ke marrë në X vend me këto karakteristika. I ka apo si ka këto, dhe thatë jo lidhe me vajin e kikirikës. Dhe vaj të u lidhe. A janë brenda kritereve, a është brenda kritereve të cilësia? Se këta mund të kenë përdorur dhe lesh xhamjet, ose edhe një pjesë. E dyta, ajo mbulesa e veshjes, ai ishte plastike që e nxori ishte një djalë me një copë të zezë kështu. Po. Çfarë funksioni ka pas ajo? Tjetër, këta më duket një pjesë e kishin bërë dhe me pllaka, ajo vjen dhe skeleti pllakave. Ajo ka dhe një gjë kështu duket e bukur nga jashtë, Po shumë e të mirë në qafë. Po bukur duket, po e të keqen e ka brenda. Tani, gjithashtu nisi hetimi penal për shteta si CA dhe EM punojse në market për veprën penale shkatrimi pronës nga pakujdesia. Po faktikisht ata. Dhe pronari i kompleksit para këto mund të jenë dy pastruese, këto në një cepet i kanë dhënë zjarr. Tani, shiko, sigurisht që ajo është pjesa më e pakonceptueshme, por që ne jemi një shoqëri që s'kemi frikë nga zjarri, unë e thash, e vëmë zjarrin mund me thukse edhe ngrohemi aty,
Tani duhet ta themi. Prandaj, për të eliminuar gjithë ose kalamajnë mos shkojnë dhe të vesharojë aty të mundezi zjarë. Katët e para, si të mund, vishën dhe termoizolohen me mënyra tjera që t'jenë larg këtyre mundësisë ndezë zjarëve dhe zjarëvënie se... Tani, kam një pyetje të tillë. Pallatet, përveç se kësaj, një element që doli aty lidhet me sigurinë, pra me kur shpërthen një zjarr, me mënyrën se si kanë mundësi zjarfiksit. Ne e pam aty që zjarfiksit tani janë heroj. Tani leri këto komente politike jo pa shikti i këtij. Ai djali, ai burri atje dhe jo vetëm ai, edhe disa tjerë ishin heroj. Po kur pasha të zjarfiksin që nuk futej atje zotin Gjeqari, tani çka ka ndodhur se këtu është fikse ajo që ti je inxhinier. Aty rrugët janë të ngushta, kanalizimet janë skandal, preku zjarfiksja, preku dhe një dyqan aty, çka ishte një godinë aty. Tani ç'a bëhet këtu në këtë qytet më? Atëherë ta fillojmë nga e kundërta. Historia e kalamajve në shtetin shqiptar ka filluar që me kohën Ahmet Zogut, që më duket pa shku 30 vjeta unë jam mbreti. Rregull? Unë për sa ditësh Shqipëria ka 100 ca vjet që drejtohet nga 4 pashallar. Edhe unë jo pa qëllim që pyeta që juve sa vjet keni për të arritur deri këtu. Edhe nuk mund drejtohesh asnjë lloj aktiviteti, po s'filloje nga poshtë lart të njohësh problemet. Tani kur ti merr kalamaj, edhe vetë drejtojnë bashkim, për shembull, na përgjegjësim mjaftë se ne kemi edhe nga ana jona të Veldinit, ti bëre kryetari i bashkisë më të madhe. Si është e mundur? Atëre, ai për të ardhur në pushtet ka një grup nga mbrapa që i shërben, lehet në ndërtimit janë burimi ekonomik, ata këto probleme që po dalin tani as i kanë pas fare parasysh. I jep leje ndërtimi pa plotësuar këto kritere që ju flisni për qarkullim të mjeteve zjarfikse në atë pare tjera tjera. Mirë, këtu jam pak... Këtu është një anarshi e tërë. Mirë, këtu të kundërshtoj pak. Edhe besoj do dalim atje në atë që thot juve. A do shërbej kjo ngjarje, kjo dram, kjo fatkeqësi, kjo kosto, për marrjen e disa masave që jo vetëm të përsëriten, po një pjesë nga këto, edhe të përmisojmë. Pra për vendosja i drandave është minimalja. Po? Pra, kanë pallatet sot hidrante, kanë po fikse? s'kan fara si hidrante, si gjëra, dhe ne ato që la Italia këto i prishim fakti i vodhëm. Do të pallatet sot nuk për shkak ky kompleks pallati i qeshiri, po patjetër, fare fikse. Ketë një hidrant, patjetër s'u bëj që nuk është një gjë. Edhe me i put shtëpimi i siguron ujit aty. Si ku duhet vendoset hidranti? Po shiko, hidranti mund ta vendosh ku do të mjafton të marrësh tubin me ujë, me presion. Po që ta vendosë aty dhe... Nuk ka prishtë një gjë. Edhe në qoftë se s'ka rjet i sipër, me i çpojnë 100 metër thellë do gjesh ujë në Tiranë se ke dy lumej. Ju jeni duke thënë që kjo duhet për çdo pallat? Jo për çdo pallat. Po për një kompleks? Për një kompleks patjetër. Për një, po themi, zonë... 5 pallate, patjetër. Ato që janë rreth, patjetër. Edhe mbyll për zgjidh problemin e zjarfiksit. Po kjo që nga shumë bukur. Do të ti thua, jo, prit, duhet ndalemi këtu se shumë e rëndësishme kjo, se ju inxhinier kompetent pikërisht për hiton. Do të thënë në një zonë, është minimalja. Një grupim pallatesh, duhet një në mes të kopshtit aty të luliste të bukur veri hidranti, s'ka asgjë. Dhe aty nuk zë, po çfarë vendi zë për një pustë të thellë aty sepse Tirana këtej ka lumë e Tiranës. Po? Këtej ka lumë e Lanës, ka ujë në të. Është stresun, po nuk është se mungon ujë. Tirana noton ujë, më thoshte një inxhinier. Po patjetër. Tirana noton ujë? Po patjetër. Ua. Dhe ky hidrant, ai nuk ka ujë të pishe, po ujë për të shfikur për të fikur zjarrin, po them unë, po ne për të pisë, po. Ai edhe për të furnizuar që mos ta marrin që janë larg ujin atë. Do të thënë, çdo grup pallatesh të ketë një hidrant, vjen zjarfiksia, vendos zorrën aty dhe patjetër. Njëkohësisht do bëhet dhe piknisje, se shtat ju që të shohet mundësia që këto rrugë si mund të mbesen të lira për një qarkull. Tani po kjo rrugëve tani, si është kjo tani? Po duhet parë gjendje ekzistuese dhe një nga këta ngritje, një këta policista, duhet të shohim hapësirat që janë rreth tyre. Po? Në mënyrë që të ketë mundësi qarkullimi. Po ç'duhet bërë, se i bie që duhet prishen godina pastaj. Po jo, nuk ka nevojë të prishet godina. Po ç'a duhet bërë? Po nuk është e thënë që mund të lvizi ka dhe mjetet vogla me dimensionet vogla, jo zjarfikse që qarkullojnë përreth, që nisin që qojnë shkallën. Inxhinier, këtu si jemi dakord tu se këtu po digje një pallat, ç'a çoj këtu një vetur, çaj një Alfa Romeo? Nuk ka nevojë, nuk ka nevojë.
Shiko. Kjo është katastrofë. Krim. Ky është katastrofë, ky është krim. Ajo që rrjedh aty çfarë është rrjeti kanalizimeve, ujave? Ajo që rrjedh si ujë aty? Ç'është? Në tubën sorë. Apo rrjedh ujë që kanë hedhur ato të Më ka hedhur ata që lartë. Të zjarfikses. Se këtu u doqën 30 apartamente. Kënë mos gabojmë ka qenë edhe i veshur me plaka, me kënë sistem ventiluar. Po. Shiko, këtu në fakt është vendosur në parim që të bëhet termoizolimi, pasaj ndërtuesët e kanë bërë si mbas mendjes tyre, brenda normave teknike, edhe ka marrë ato materiale që i interesojnë nga ana ekonomike. Pra, për dalë dhe njëra tjesë, se kam thënë disa herë, në mbështetoj të ajo që thatë juve që kjo të shërbej që në kjo se do bëhet kjo lloj termoizolimi, do të ketë këto, shoqërohet me këtë skem ndërtimor dhe me këto materiale shtesë që të eliminohet zjarrvenia. Përveç kësaj, aty do të ndërtuesit do të paraqisin skemën e ndërtimit ose të qarkullimit në qoftë se ndodhi zjarrvendje, do të gjithë masat preventive që të eliminohet zjarrvenia. Tani, inxhinier, sepse faktikisht nuk është esenci do t'i bie i vërdall kjo si ka zjarrfikse. Mund edhe në pikat saktura të ngrihen, nuk janë këto me 4 pika që në ngrihen, janë disa makinat vogla, mund t'jenë dhe fikse. Këta të zjarrfikseve kanë një eksperiencë që edhe mund të gjejnë zgjidhje për ato që nuk kanë rrugë. E para vendosin dranti, e dyta këto vendosin një shkallë, këto zgjidhen që të gjitha. Mjaftojnë që këta të bashkisë, sipas zonave, sipas parave që harxojnë. Unë besoj që do të marrin masat për të gjithë hapësirat, për të gjithë pallatet që nuk kanë hapësirat e lira urbane për çështjen e MKZ-s. Tani, vinte një çështje tjetër, inxhinier, cili është ndryshimi midis pallateve të reja dhe pallateve të vjetra pas 90-s, por edhe shumë të vjetra para 90-s? E para një në çdo vend të botës, ose në vendet më qytetërore, që nga Athina, apo që nga Vjena, ose dhe Italia, pallatat më të jetueshme janë 5 dhe 6 kate. 5 kate, 6 kate. Ndërtimet i bëjmë ne, natyrisht tregojnë potencial. Ju keni aktivitet, keni potencial si kompani ose si shtet, që të projektojsh vepra të mëdha, tregojnë potencial edhe projektues dhe ndërtues. Po këto dhe pallate 10 kaçe, 12 kaçe, që bëhen, ose 15 kaçe, në qoftë se do bësh një blok të tërë, do të shoqërosh me të gjithë rrjetin kollimit, me të kanalizimet, rrjetin elektrik. Siç po bëhet për shembull është bërë kompleksi ke Deli Jorgji. Po ai shmëkat që mos plotësohet në gjithë ato hapësirat me ato raporte që kanë lënë, ose edhe komplekse të tjera, mos kompletohet edhe me hidrant, mos lej këto hapësirat që të qarkullojnë zjarrfikse, se nuk u bën gjë. Mendoj që kjo është pjesë e si të mund të e një shteti që është në reformime sipër, që është pak i ngutur në reformime. Na iku jeta në reformë? Po besoj që do kalojnë breza të tërë. Dhe vazhdo reformë? Po. Tani, inxhinier, kam i pyetur kështu. Tani, ma trego pak shtëpinë tënde, se ti je jo vetëm inxhinier, po edhe e ndërton vetë. Ma trego pak shtëpinë tënde, që du themi njerëzve që kështu ndërtohet një shtëpi, si në sistemin e ujrave, elektrik, termoizolim. Para unë gjithçka që kisha i shita se shleva lekët e koncesion që më dha Saliva më shkatroj. Unë jetoj në një pallat tjetër. Si ishte kjo? Ti shite shtëpinë? Tani shosh not. Unë në periudhën e socializmit kam qenë 15 vjetë, nga 93 kam qenë kryeministri i ndërmarrje. Po, ma keni thënë. Po faktikisht atëherë nuk të lë njeri pa qenë parti të jesh kryeministri, përgjithsisht. Po? Ne. Edhe në Berat kam jetuar mirë dhe Komiteti Ekzekutiv bile më dha shtëpi pa bërë fëmijë fare, vetëm sa isha fijuar, vetëm nga projektet. Po? Vetëm për një maketë më ka shpërblyer me 100.000 lekë, 84. Tonë 100.000 lekë në 84 që është rasti rrallë në Shqipëri. Jashtëzakonisht. Sepse ata maketën e çuan. Pasi edhe $1 milion sot. Për shumë ishin. Unë jam trajtuar shumë mirë. E kam pasi ne të rrethë kemi pasi respekt jashtëzakonshëm për qeverinë. Por unë për mos i rënë qaftyre të rrugëve zbulova një rrugë të re. Po. Edhe mbasi biseduam thanë që mua më jep vetëm dokumentet dhe ti siguroj unë financimet. Po.
mi dha financimet, brodha gjitha parat, sot nesër, e blokuon e bën Tiranë tunel Elbasan me 600 milionë. A do dhënë ju kishit një projekt për nga Baldushku. Ti po bërgotari Baldushku të veri traktore të dilë më tanë, sepse është rrugë shumë e shkutur. Rruga e Baldushkut? Po, autostrada e Baldushkut. Po? Jo vetëm që është e shkutur, po kushton jo më shumë se 100 milion lekë, 100 milion euro. Ata e bën me 600 milion euro me 2 tunele. Në një kohë që ato nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga... Do dhënë u bë kjo gjatë qeverisë së zotit Berisha? Po. Dhe çfarë ndodhi me ty pastaj? Mua më bllokuam lan projektin Peshesh. Erdhe investitor, siguruam është gjithë kjo kosa. Ku ishe gjetur investitorët? Këtu ka ardhi grupi nga investitorët më të mëdhenj të Italisë, që drejtori është ta... Po mirë, nuk mund bëhet ky projekt tani? Po tjetër ky po mund të bëhet, patjetër. Paralelisht. Paralelisht kush bëhet? Tani me që ju e preket, sot Tirana për shkuar me Malije, Po? bëhet 200 km. Po. Në rregull. Nga pika ku del autostrada me 2 tunele, ura Kuqës që në Rogozhin, deri me Malije është 90 km. Rregull? Po? Edhe nga Papri që dilja unë, po prap 90 km është. E kuptova. Sepse qendra e gravitetit të Shqipërisë për infrastrukturën është Sërriku. Edhe unë fakt nga Papri dilja në Sërrik, si temu në anën perëndimore të Sërrikut, edhe këtu nga kjo ura Kuq shkon Sërrik dhe shkon drejt me Malije, sepse me Malije, Berat, Kuqov, ure Kozares, Sërrik, ure Kuqës apo Papër, është 90 km është dhe një vjet drejt. Berati, se ti quaj gjysë Berat, Berati është 60 km në Elbasani. Duhen vetëm 20 km rrugë e re nga ure Kozares. Berati vetëm Lushje, shkon Rogozhin, opi bie vërdat vjen Elbasan. Kjo është një krim. Këta Berati nuk e zë në gojë, sepse këtë projekte e ka prezentuar Berisha Boshti Jugut, mëse këtë djorë. Po. Berisha e mori nga unë, në gjuhën e përvecoj nga unë, në gjuhën popullore e grabiti, i ndryshoj emrin, e sabotoj, edhe mua më shkatroj. Dhe juve çapët pastaj shitët shtëpinë për çfarë? Po ti vjen kjo për nuk ka gjithë, po si u zbulo ka një aksiri rrugor projektor me Malije. U siguruar dhe financimet për punë. Jo, dhe ti shitët shtëpinë për çfarë pagove me? Një minutë. Unë gjatë gjithë kohës, kam ngritur një koncept të ri për rrugët shqiptare. Po. Koncepti është kështu që, siç po bëhet i pallat, juve ju japin lejë, ju siguroni financimet dhe realizoni ndërtimin. Atëherë, por mos e që rënë në qaftë rrugaqëve të rrugëve, të ordinerëve, që di ndërtojnë pjesa dërmuese, se Ministri ka njerëz të ndershëm. Unë i thash, kam zbuluar një akseri këtë rrugor, më le të bëj propagandë për ty, për ju që të vinin pushtet, mua do më jash vetë dokumentet. Dhe ata më thanë me leje me gjitha. Edhe ai është koncesioni më model, që ata ndërtonin dhe për 35-30 vjet, sa që është ajo ligjshmëria, do merrni parat nga pagesa e rrugës. Po rruga në fakt vazhdonte dhe ata morën përsipër deri me Malije. Ta ndërtonin. Për arsye se është një korridor që kalon në mes në aks në qendër të Shqipërisë. Ky korridor. Po? Unë është bërë projektin model. Jo, okej, tani ç'a ndodhi me ju? Ju bët një shtëpi tjetër? Jo, bërë shtëpi. Unë kam bërë shtëpi në një pallat tjetër. Si është izolimi aty? Ai është bërë me polisterol, është bërë me grafiato, po faktikisht izolimi me grafiato e maskon shumë mirë atë, si pallat. Ç'e maskon edhe ai me polisterol që nga, edhe ti jesh që nga. Po ta ngacmosh diku në një cep. Po? Bërë, qofse për pakujdesi. Po? Ai dhe të vën zjarr natyrisht që është prezent. Do të ne ke nga jashtë të gjithë, ë? Jo, faktikisht nuk është se ka nga jashtë, po nga jashtë në zonën saktuara, ai ishi veshur me kështu me polisterol, me grafiato. Po grafiato e izolon, po ta zbulosh ti me flak dhe ai me flak, patjetër. Po se grafiato është thjesht patjetër. Po edhe ti si je i sigurt o inxhinier? Po e ti. Po ti kjo që nga ironi e madhe ti. Po nuk është se unë dhe ti qeshke për këtë. Po faktikisht, po kështu është. Po si e bleve shtëpinë kur e di këtë rrezik? Po faktikisht, ne kur e blej shtëpinë nuk e shikojmë fare këto. Po tani si shikoj unë, okay, po edhe si shikon as ti? Tani ka dhe një gjë. Ne zgjedhim pozicionin ku është, një. E dyta shohim cilësinë e punimeve që është ndërtuar, 2. Zgjedhim një shtëpi të orientuar nga jug-perëndimi, këto janë karakteristikat. Dhe gjetëm një shtëpi që po të jenë në kata të larta.
Kështu që mua ajo më plotson. Çka kati ke shtëpinë? Unë katën e katërt. Katën e katërt, ke gjetë katën. Ose katin e tretë kështu, po si lartësi është kati 4, po kështu numër kati 3. Do të thonë ai është kati më i mirë, ë? Po kjo është relative, disa duan katët të larta. Pse? Po ajri është më i mirë. Shajri më i mirë. Po faktikisht Janë më të rrezikuara katët e larta? ti bën sa pyetje që unë do të ngjall gjykimet janë relative. Po ai bëj pyetje që njerëzit të Po faktikisht në një çdo lloj incidenti, një kati që është në katën e tretë del më shpejt jashtë apo jo? Po ai kati i fundit? Po kozjatja është më e madhe. Po? Për të zbritur nga kati 7-8 në katë. Okej. Inxhinier, a ishte mundësia që ky zjarr në momentin që nisi mund të lokalizohej, pra mund të ndërpritej? Patjetër, nëse do ishte njëri shkathet aty dhe ta bllokonte si zjarr, po patjetër. Unë nuk po them kur te ato te kartonat. Unë po themi kur morën. Jo, është shpejtësia e djegjes së policarit është shumë e madhe. Me vërtet, ëh? Po, është dhe vazhdon kështu si ajo te filmi në fillim të verës është. Jo, është shumë ngadalë. Si barut, është ngadalshme, janë shumë të djegshme. Po nuk ishte fare mundësi që mund ta ndërprisin. Po, më falë që njerëzit më shumë bëjnë se marrin flasin në telefon as si merkurea të rrezikoj. Po, atëherë ndahet me dy faza. Faza e parë është që ai ndërtuesi ka marrë përsipër, Po, tani vim te kjo, po, se është shumë e rëndësishme kjo. Tani çfarë do bëj ai? Këtu ka një brez. Ai do t'i marrë përsipër të marrë të gjitha këto. Do i bëj këto ndërtuese me shpenzimet e tij. Me shpenzimet e tij. Pyetja shtrohet, ky ndërtues ta bën për humanizëm? Apo e bën për çfarë? Për të ruajtur personalitetin e firmës së tij, sepse po që se do dalin pa udhësi, që autori këtyre materialeve janë vendosur këto në kundërshtim me projektin e tjera. Ai ndoshta nëpërmjet kësaj mbyll të gjitha problemet që kanë ndodhur këtu, ato do zgjidhun. Edhe nuk ulë reputacion e firmës. Po është kompani e madhe faktikisht. Po se kjo është nga më të njohur në Tiranë, në Tiranë. Edhe ose mund ta ketë bërë për këtë, ose për humanizëm, nuk jam në gjendje. Sido që të jetë, kjo të paktën është gjysmë të keqe, sepse do i bën gjitha ndërtimet të tyre. Tani një pyetje kam. Këtë rekonstruksionin që do bëj ky prapë me polisterol do bëj? Tu do hyn bashkia. Që do të thotë? Ju merrni vendim që do bëni. Po si do e bëni? Po do bëni patjetër. A do ta bëni si dua unë, do thotë bashkia? Patjetër. Do të çfarë do t'i thojmë? Po ta kishit ju në dorë. Po, do bëhet me leshguri. Me leshguri? Patjetër. Ose më një tjetër që mos jetë më i djegshëm. Do të thënë, inxhinieri i çarit. Kjo le të bëhet edhe shembull për të gjithë ndërtuesit e tjerë. Të bëj një 10 metër katror, të ftoj gjithë firmat e ndërtimit. Po. T'i japi dhe emision të do marrë dhe i madhi shteti si e ka, të dhe shjo. E shqivik të këtë? Po. Po. Të gjithë pallatën në Tiranë do bërë me këtë teknologji dhe pikë. Në qoftë se në një nuk do të bëhet, ai edhe të digjet të marri flak, do shkoj para ligjit. Do të thënë, ti thuaj që duhet të unifikohen të gjitha pallatet? Unë në gjykimin ti po të këshëndorë, do të jepja urë të prerë, se njofë polisteroli, po jo polisteroli si material, sepse polisteroli është material termoizolus. Po, ka të keqen brenda, është dhe i letë, është 20 kg për metër kub. Bile gjithë Hollanda, po bën lagje të lundrushme me polisterol. Me polisterol, ha? Do thënë, polisteroli është 2 metër, 2 metër e gjysë, pako, e qanë midis, sepse kam dhënë e qanë midis tyreve ekura dhe vend trar. Sasia e peshës që mbajnë këta trar midis tyre, shumë e bukur. Ne kam bërë analizë dhe jep jamësim në polis. Ata kanë bërë lagje, që ti hipën me vetura në lagje, ka markete deri në 2 kate, dhe po me park me të gjitha që juve, po mos ta dini që jem mbi ujë, nuk e besoni. Sepse Hollanda, 2/3 e tokës, saj e ka marrë nga deti, prandaj quhen vende të ulta. Po, është në nivelin e... Po, edhe punojmë me pafundësisht pompa, sepse ka një farë rritje të nivelit detit. Është rritur niveli i detit? Po, janë shumë pak, po nuk mund ta them shumë, po ta gjejta, atëherë ka lindi problem. O do harxojmë kaq energji për të ruajtur nivelin, ose gradualisht do të zhvendosim që lagjet të jenë të lundrueshme. Dhe po mos sa dish që jenë atë, jo nuk e kupton, është problem. Tani, inxhinier, Hollanda, baza e këtyre kallëve janë polisteroli. Hollanda është adheu i inxhinierëve. Kështu është. Ne inxhinierët nuk e duam shumë
zoti inxhinier. Ne nuk i duam inxhinier. Ne themi atë ishin firmë këtu inxhinierit. Kaq. Është kështu? Do të thënë tani, do të thënë për të me që të vjapë një ullësi për Hollandën. Po? Mali më lartë është në Valksberg, 321 metrë. Në gjithë atë, sa që 20.000 kilometrë, 80.000, është 320 metrë. 2/3 i kanë marrë nga deti. Është burgjezia më rafinuar e Europës dhe më e zgjuar. Dhe nuk ndihe. Që nga si puna jonë. Jo, ne. Ne thotë që Remvlora, ngutja dhe vetë siguria është në nivelet maksimale. Ngutja dhe vetë siguria. Ngutja dhe vetë siguria. Është një rast shumë e bukur thotë, po të mirën dhe të keqen e kap me njerë. Do me thënë, për ta përmbyllur zotin Gjeqari. Dhe në 1798 nga bërë ministrin e parë, Vatër Stratin, në 798, në 800 sa filluan portin e madhe që zhvendosin lumit të Amsterdamin, dhe sot kam bërë portin më të madhë në botë, ose të tretin. E kam parë. Për që është i pa fund, 20 km. Ja, zakonsh. Inxhinier, do të thëmë për ta përmbledhur dhe për të nxjerrë një konkluzion, ajo që është me vlerë sot për shtetin shqiptar, por veçanërisht për shoqërinë tonë, është që duhet të miratohet një paketë ligjore që të ndryshojë të gjithë ndryshimet, të ndryshojë të gjithë ndërtimet, sidomos të fasadës. E ka nisur ta paketën. Kur e nisur? E ka nisë që në 2003. Shpejt, shumë shpejt pas ka nesur. Është përpunuar, ka ecur në 2018. Por nuk kanë ligjëruar përdorimin e materialeve dhe kushtet ku përdoren dhe si do të përdoren. Po me që u bë kjo, se ishtë aty, atërë në rrejnë do të ndryshoj, po. Do të bëhet thjesht një manual. Dhe unë po të kështë ndorë, do të toshte që mirë e mirë. Sepse dhe mirë mbajtjen leshi gjamit e kam për pak. Ka kosëm tepër, leshi gurit i kam pak. Leshi gurit, gjithçka duhet tjetë leshi gurit tani. Unë do të mendoj e kështë. Ka në emër tjetër kjo se leshi gurit? Jo, faktikisht ne nuk të tingëllon mirë. Po pra, leshi gurit, leshi gjamit, se kjo është... Po, nuk faktikisht ato ashtu e kështu kam betë. Tani, si është ajo në termin teknik në anglisht? Lesh është edhe në anglisht? Jo. Si është? Jo. Wall, ka edhe gjë, nuk ka e më. Se besoj që është lesh atje. Faktikisht, fjalla lesh të nga tingëllon është, për dhe jo anglisht po lesh të tonë dhe ta. Po vetëm po preardhja është prej... Tani, përveç kësaj që ju thatë si model se si do ndërtohet tani një pallat, po godinat shtetërore, se këto janë të banimit, po godinat shtetërore, se aty punoj njerëz. Ju keni punuar vetë në institucionet shtetërore. Me atërë së këshim fare kështu termoizolim. Me gjithë të... Këshin një fërrel aty dhe... Po, nuk është... Po në godinat shtetërore? Po i njëjtë të skem, shiko, faktikisht ku nëzirë ligjit shteti, nuk pëm përjashtime. Termoizolimi... Jo, unë e kam fjallën këtu që sot godinat shtetërore janë të vjetra. Janë ministrit, për shembull. Shiko, ato janë vepra arti, në fakt të cilat kanë trashësi, që realizojnë këtë ruajtjen e ftohtësisë dhe ngrohtësisë, faktikisht, termoizolimi. Po si e kanë arritur ata inxhinierët italianë ato godinat? Materialet, po, gëlqerja faktikisht muri gëlqere, trashësia murit, bushllëqet midis tyre, është një kompleks gjërat që në godinat e vjetra, faktikisht realizohet termoizolimi. Kurse muret tonë të ullojnë 25 cm. Jo, unë fakt bërë një pyetje pak më parë, por në rrëshqitje. Okej, këto ndërtimet e reja, po ato ndërtimet deri në 90-ën, pra pallatet peskaçe, prej tullash apo dhe ato parafabrikatet? Nëse mund të bëhet në diçka nga brenda, po besoj që pallatet 4 kaçe, avasha do prishen. Bloqe. Të gjitha? Jo, mund të bëhen... Ato të viteve 50-60? Po, janë amortizuar dhe mund të bëhen 5-6 kace, 7 kace në mënyrë që ndërtuesit kenë mundësi që të ndërtojnë pa shumë fitime, duke hyrë dhe shteti, por jam shumë se 2 herë lartësia e tyre. E kuptova. Kjo është. Po tashmë, po pallatet 5 kace, se këto tha 3-4 kace që janë të viteve 50-60, po ato 5 kace të viteve 80? Atëre, ajo që unë kuptoj, mësa kam parë, jashtë e që kam lexuar, është që të paktën në Vjena, në masa më të madhe është 5-6 kaç, 4-5 kaç. Rafsh,
në zonën saktore janë bërë ndërtime me nivele nga më ndryshme. Pallatet më të jetueshme ose në komunitet janë pallate 4-5 katësh. Në komunitet? Në komunitet, si që jetojmë ne. Po? Këto janë më të banueshme. Këto lartësi katësh. Po që se kaloj ka vështirësi. Për shembull, nëse aty ke te një sedetori që është bërë një kulla kuqe, nuk e di si quhet ai marketi. Po dhënë Zoti që aty mos ndodhin ai fatkeqësi. Te ajo që është kështu si ngjyrë ndryshku? Po, me ngjyrë ndryshku, po. Po? Nuk e di dhe çfarë masa janë marrë atje për bërë atë ndërtimin atë hapësirë. Si është izolimi aty? Po nuk e kam parasysh si e kam bërë, po. Nëse ndodhte një aksident, atje ka pak hapësirë për të vepruar. Për të vepruar. Edhe lartësia është e madhe. Shumë e madhe. Kjo do të parë, unë bërë edhe një shkrim një herë, ai gazetës tha. Unë nuk e botoj tha sepse ne me këta miq po mbajmë. E kuptova. E kuptova. Po disa pallate, zoti Ngjëqari, që më duket se është edhe një bashkëpunim edhe me bashkinë, në mos gaboj, që po bëjnë fasada, domethënë po izolojnë. Si është kjo? Atëre, po ta vesh bashkia ka shkuar, më duket me sa kuptoj deri në vit të siguroj të qarkulloj mbi 900 milion euro. Në mos gaboj. Po? Kjo bashki që do fishoj ujin 2 herë, tjera që ka rrit taksat maksimum. Ajo, jo vetëm që është e vonuar. Izolimi? Jo vetëm që është e banuar, që kontributi kësaj bashkie. Po ata, talin që abuzojnë me fonde, ata do të ishin bërë me kokë të punë. Ata përqendrohen vetëm në këto rregullimin e brendshëm midis rrugëve të. Po nuk do ta ai këtë model do ta shpejtoj. Po jo, po si do t'i bëjë se mos i bëjnë ato me polesterol? Jo, nasim, nuk ka. Do të thënë ju duke thënë që të gjitha projekte për fasadat e pallateve, unë nëse do kisha dorë do vendosja leqen e Gurit. Po ato i kanë bërë tani, një pjesë e kanë bërë me sa di unë. Po nëse çfarë mund të bëjnë ata është punë e tyre, unë po flej i gjap gjykimin tim. Thonë, ky polisteroli është i lënë djegse. Një kërkon mirëmbajtje që mbas 10-15 vjetësh do i dali kriz me këtyre. Kur të bën jolla. Si do bën jolla? Do të thonë që bëhet ajo shpërbërja. Po shpërbërja sepse janë struktura nga më ndryshme. Kjo është literatura. Ka kosto më të ulët në fazën fillestare. Po. Ka shkëputje në se temu aftësia e lidhjes tyre me strukturën e murit është më e dobët. Po. Edhe shkëputja ka mirëmbajtje më të shpesh. Tani këto i bën gjitha Ministria e Infrastrukturës. Po. Tani nëse ju do kishit mundësi dhe do bisedonit me Ministrin e Infrastrukturës dhe me Kryeministrin, do i thoshte zoti Ngjëqari, na jep një mendim që çfarë duhet bëjmë në këtë situatë në Tiranë dhe jo vetëm Tiranë, se ne flasim Tiranë. Faktikisht unë kam bindje që atje ka njerëz të mençur, po nuk e pyesin pa ata. Nuk e pyetin. Po i pyesin nuk janë vendimarrës, kjo është, se kam dëgjuar shumë specialista. Mirë, po unë qofse do kisha ndodhur. Qofse ju do të thonë. Ja ligj të punë. Pallatet, fasadat në Tiranë dhe të gjithë kategoritë, polisteroli, FK dhe leshi xhamit nuk do përdoret. Pik. Po ato që i kanë, du t'i hiqen? Jo, nuk besoj, mund të merren masa. Si masa? Tani që ndodh? Katët e para të tyre. Të katët e para, gjithmonë. Të eliminohet një pjesë e mundësisë një. E dyta, midis katëve vendoset një rresht dhe kthehet ka dhe Europa, vendoset një rrip i caktuar me lesh uri. Uoll si ka një terminologjinë për katëse. Do thënë, edhe brenda këtyre mund të gjende zgjidhje që të përmirësohet. Do thënë, edhe të izolohen dhe të krijohet mundësia që të shmanget sa më shumë ajo mundësia e djegshmërisë. Fjala juaj në vesh të Perëndisë, sepse të gjitha këto që ju i thatë për interes të publikut, nuk i thatë për interesin tuaj personal, dhe do ishte me shumë vënd që të gjithë drejtuesit e institucioneve dhe dikastereve qendrore të dëgjonin këtë vërejtje. Por kështu si model, ku është marrë, se ju thatë disa modele në Vjenë, në Hollandë, thatë ju po, ku i marrin, ku i blenë dhe këto polisterolin, se dhe kjo ka një qikë rëndësi,
Tani ka një këto tregtia e ndërtimit blet kudo në Evropë. Jo, mos i marrë edhe ka Kina dhe unë pa në Evropë. Po, Kina është baza. Ai, marrin Kina, pra... Po edhe Itali, edhe në Turqi. Po dhe ti ka loj nga këto. Atje thonë, si e do. Si e do, thotë. Pa tjetër. Atë më të lirë, thotë ai. Është faz tjetër. Po unë do të shtoja një gjë, sepse ju më ngacmoj, ju e shtytarin këtu. Sasia e lekëve që do harxhohet këtu, për gjithë të rekonstruksion, do ishe me vogël, se sa lekë që do ishin për të vendosur këtu lesh guri, material guri, të lesh e gurit. Me vogël, e? Po pa tjetër. Po sepse ajo si material është 20% me lartë. Por ama, edhe si masë është me pakët, të kjo të kapot, bëhet më rigide, nuk merr flak, lidhet më mirë me strukturën e tullë dhe të gurë, se gurë është gurë pa e është fjezuar, dhe njëti gurë është. Nuk është material organik nga nafta ose nga silici, si që është kjo leshi qamit ose ky polisteroli. Pra, në këtë kuptim, po këtu nuk është, më falë, po këtu nuk është vetëm kjo djegja, kosto. Po këta, këtë zjarfiksit, ta paguan për të punuar për punë. Për një konvejer i tërë, po këta njerësut dhe kjo dëmtuar ju prishjetësia, është një kosto kjo? Po pa tjetër. Pra, tërësia e kostove të këtyre nuk është thjesht në... Dhe faktikisht unë analizoja sa i kushton në shqiptarëve bllokimi i sheshit Skënderbej, lexoj një material, sepse i bëre një analizë edhe kanë dhënë një javë të fakultetit. Sa i kushton shqiptarëve bllokimi i sheshit Skënderbej? Se e trajtoj kështu, që ty të ka zgjedh populli dhe po bën një shesh me gungë, po në rregull. Parsye arkitektonik në rregull. Po ti krahasi bën këtë do zgjidhësh qarkullimin. Dhe ç'bëra? Që droja një javë të vajta 33 shmata makinët e toptani, në zjerë sa makinë dalin pik, sa ishe koqëndrim se bin vërdal to, janë blokuar të gjithë rrugët blokohen edhe bin vërdal sheshit. Sa kushton pikë caktuar, me llogari, në fund fare gjeti material evropian që thotë, nuk është thjesht kosto bllokimit. Po dhe ju që bllokoheni në kaq orë që bjen kaq makina, vetëm stresi, shqetësimi që të krijon nuk është pak. Edhe këto familje që janë djegur këtu, e para njerë djegja nuk është uniforme në familje. Pra, ta shkuan për të parë çfarë është djegur. Pra, këtu ka një kosjo, jo vetëm të materialit, po dhe shqetësimet që janë krijuar këtyre. Dëma, pasojat, po themi. Dhe Evropa, për shembull, kur dënon një shtet për në këto arbitrazhet, thotë nuk janë thjesht lekët që keni hedhur ju për ndërtim. Po edhe pasojë zinxhir që janë. Pra, e parë kështu, kjo pamje më të bukur nuk ka që tregon realitet. Këto të të thuash ka mundsi më nxjerr koston reale, sa është kosto reale e kësaj djegje. Po që nga i pastroj, se dikush i pastroj, se këto në fakt janë të padukshme. Po këto që janë kush i pastroj. Shortet. Nuk dini se arritën bashkë për të... Shumë sqaruese dhe shtëruse. Inxhinier, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Unë të falenderoj sepse juve në fakt edhe këtu përndaj të vjetërsia ndojë të vërtet. Orë kjo do jetë pedana ose starti për të nisur një epokë të re në termoizolimin e pallateve në Tiranë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga Uri Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.